i cili ka thënë nuk do të kufizojmë ose reduktojmë fondet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kudo në mënyrë globale, ne kemi një strategji shumë të qartë, sidomos për Ballkanin Perëndimor, që ka ndikim drejt për drejt në stabilitetin e këtyre vendeve. Kështu që pritej, memorien nuk do ta kemi shumë të shkurtër, edhe në këtë emision e kemi thënë, që do të jetë një kthim i shpejtë, sidomos para zgjedhjeve, dhe ajo ka ndodhur në të vërtetë. Dhe sigurisht kjo SPAK-u megjithatë tregoi një pjekuri, tregoi që edhe pa asistencën amerikane kreu goditje në nivele më të lartë. Kreu goditje në nivel që nuk i kishin parashikuar, që do të thotë që ishte një kredencial e besueshmërie edhe për vetë asistuesit edhe ata që e mbështesin partnerët tanë ndërkombëtar që ne mund të punojmë dhe vetëm, ne ja dalim dhe vetëm, ne përballemi me sfida nga më të mëdha edhe me një presion të jashtëzakonshëm politik. Kështu që edhe këto mos mendoni se nuk janë përftuar si bonuse për të kthyer sa më shpejt asistencë që ne shohim nga dje pranë këtyre institucioneve. Shikosh targat CD me 23 ose targa tjera aty, sigurisht ka një reagim nga ana e gjithë personave të cilët janë në targetin edhe në radarin e SPAK-ut, krijon një përshtjellim të keq. Nuk do ta kemi këtë, e them kështu edhe me keqardhje, nuk do ta kemi këtë që kur janë amerikanët ndodhin ca gjëra kur s'janë amerikanët. Prandaj e thash që po. Jemi vitet e para, besoj unë. Edhe si politik, krimi kulturës punës. Edhe si politik po të shikoni se jemi mësuar pa ambasador amerikanë. E keni vënë re është çik problematike. Kemi një boshllok, kështu si na vjen pak. Megjithatë, do ketë unë mendoj që me ardhen e tyre do ketë zhvillime shumë të mëdha. Vetëm Karmuçi ka një gjë që le të themi për efekt debatit, po e them të pas urdhave ekzekutiv të zotit Trump, pezullimit të fondeve të USAID-it, në përgjithësi sigurisht pati ka dhe spekulime, u spekulua në nivel maksimal që SPAK-u do të pritet në mbështetje etj. Le të themi në SPAK u ndje një mpirje, me thënë vërtetën. U ndje një mpirje dhe pas 3 javësh arrestohet Iron Veliaj, i cili është sigurisht i krahut të Partisë Socialiste. Tani kalon edhe një muaj tjetër dhe shikojmë që temi amerikanët rikthehet. Dhe kush mund thotë, a mos ishte Veliaj kolaterali i SPAK-ut për të rimarrë mbështetjen e amerikanëve? Nuk e themi dot këtë, por sigurisht edhe mund të spekulojmë deri diku që mund të ishte një kartë e tyre prezantimi, një kartë vizite mirë për qeverisën e re amerikane. Nuk din ta them me siguri këtë, po di të them me siguri diçka tjetër, që mbasi kanë ikur amerikanët, është bërë një mbledhje në prokurorin e posaçme, janë ulur gjithë prokurorët, edhe të ndodhur edhe përpara shumë gjërave të cilat u ndërprerën atë moment në bashkëpunimi që kishin me këta ekspertë. Po si gjithçka ngriu apo? Apo jo, ma gjithçka ngriu në atë moment, ëh? Jo se ngriu, kur ata u larguan. Pra për shpejtimi atyre, ngriu, spati komunikim më besoj. Shiko, përveç oficerit të lidhjes. Për shpejtimi atyre proceseve që facilitoheshin nga amerikanët, ngriu, është e vërtetë. Pra, ose më mirë filloj të frenoj dhe do zgjastë shumë në kohë. Atëherë kjo mbledhje në çfarë përfundimi doli? Do të vazhdojmë njësoj, ne tashmë jemi një institucion, buxhetimin e kemi, çdo gjë e kemi, pra ishte si një lloj apelimi për gjithë prokurorët dhe goditje dhe vetëm goditje me dosjet që kemi sa më të fuqishme që të tregojmë që jemi një institucion që edhe pa mbështetje ne bëjmë punën tonë. Dhe shumë pak ditë mbas kësaj ka ndodhur dhe arrestimi i zotit Veliaj. E vërtetë, po thjesht dikush mund ta lidhë edhe pak në këtë mënyrë. Prandaj e bëra pyetjen. Po, Brisita? Jo, unë do të thaj që për gjëja gjatë gjithë kohës mbështetje logjistike, mendoj që mbështetja është më shumë morale e Shtetet Bashkuara të Amerikës pranë SPAK-ut. Patjetër që është dhe pjesa logjistike, por mbështetja morale për vetë SPAK-un, por edhe për imazhin e SPAK-ut përpara shqiptarëve ka qenë shumë e rëndësishme. Është ajo që thatë ju që edhe për të ngjizur reforma drejtësie është ngjizur për gjatë administratës së Trumpit. Dhe të gjitha unë u larguan, nuk them që është larguar, këto 2 muaj ka bërë një tërheqje.
por e dim që ka pasur oficerin ndërlidhës, ka pasur edhe britanikët kanë qenë prezent në SPAK për gjasa kohë dhe Bashkimi Evropian ka pasur një mbështetje të fuqishme ndaj SPAK-ut. Dumani është në to momente që ne flasim në Hollandë dhe mendoj që asnjëherë Amerika nuk ka ikur ose nuk besoj se SPAK-u ka marrë. Po heshtje pati, ju po thoni që heshtja ishte mbështetje? Patjetër që ishte mbështetje dhe unë nuk mendoj që edhe çka u procedua me zotin Velia ka qenë pa dijenin ose pa një aprovim qoftë edhe informal, ndoshta që ne nuk e dim, të amerikanëve. Nuk besoj kurrë që të gjithë investimi që kanë bërë amerikanët, britanikët, francezët, Bashkimi Evropian në tërësi pranë SPAK-ut, mos kenë qenë në dijeni dhe aq më tepër që hetime ndaj zotit Veliaj ishin shtrirë edhe deri në periudhë, nuk është se u bën pikërisht 2 muaj që s'ishe amerikanët, kishte kohë që hetoi pasuria e tij dhe familjarët e tij. E tregoj dosja e timor, sa kemi parë deri tani që sigurisht që hetimet prandaj mendoj që po të shikosh ardha e amerikanëve nuk është vetëm një përkraje, e thash dhe që parë, nuk është vetëm ke logjistika, është ke ana morale e SPAK-ut dhe SPAK-u pikën më të fortë përpara shqiptarëve ka anën morale, impaktin moral dhe kjo është një bonus i madh për të, për më tepër që këtë periudhë kohe ka qenë në një presion shumë të egër politik si majtas dhe djathtas dhe rikthimi i amerikanëve patjetër që i jep goxha për kraje. Nuk besoj se këto kohë, ndryshe nga Ervini, unë mendoj që këto kohë para zgjedhjeve nuk mund të ketë në një revansh tjetër ndaj politikës së kriminalizuar shqiptare. Besoj se janë të kujdesshëm, pavarësisht se nuk kanë agjendë politike, SPAK-u është i kujdesshëm që mos të përzijë ujrat deri në 11 maj. Por çfarë nuk bën vaki sepse ka dhe raste që janë pak dilemat janë të forta për këtë që ndoshta e di pse e them këtë Ermal, pash për shembull vendimin e gjykatës Irena Gjoka ku shtyu për herën e fundit procesin e Kërtecit. Dhe në paralajmërimin e saj, ajo tha që nuk ka më apo jo. Pra nuk do të pranoj më si argument mungesën e të pandehurit, pra Fatmir Mediu. Dhe Porama e shtyu procesin me datën 7 prill. 7 prill është 3 ditë para fillimit të fushatës elektorale. Ku zyrtarisht zoti Mediu është justifikuar që të mungoj, pasi është fushatë elektorale. Pra i bia ose do ta thrasësh në mes fushatës ta pengosh ai të bëj fushatë. Jo, të sqaroj vetëm një moment. Në fakt zoti Mediu nuk është i detyrueshëm që duhet të jetë në seancë, por ka patur një kërkesë zoti Mediu që kjo sa i takon ekspertizës ushtarake për të qenë prezent për t'u përgjigjur të gjitha pyetjeve. Dhe kjo në këtë moment po themi është e drejtë e të pandehurit që kërkon po themi këtë lloj kërkese e cila i është plotësuar. Dhe më pas po mirë, edhe mund të jetë truk ligjor. Unë po flas nga, do thosh, e drejtë e pandeurit, pastaj nëse është truki i tij është tjetër problem. Është e drejtë e tij dhe në këtë moment gjykata ka respektuar, por thjesht nuk është detyrim që zoti Mediu të jetë prezent dhe procesi gjyqësor mund të vazhdojë dhe pa prezencën e zotit Mediu. Po pse se ka bërë përpara? Në këtë rast është respektuar vetëm nga gjykata kjo sa i takon kësaj kërkese nga zoti Mediu. Sepse ne e dimë që është shtyr pafund kjo. Ka patur disa shtyrje në fakt, janë shtyriet të cilat deri në këtë moment gjykata e ka cilësuar si të justifikuara. Kjo ka qenë me kërkesë të zotit Mediu për të qenë prezent, por gjykata edhe mund ta vazhdonte procesin gjyqësor edhe ditën në fakt kur po nuk e ka vazhduar, por nuk e vazhdoi kjo për të respektuar them dhe unë që në këtë aspekt, duke respektuar integritetin zonës Gjoka, e cila ka treguar në fakt që nuk i ka qenë indiferente ndaj personave të mëdha që janë ushtruar ndaj saj. Ka patur presion dhe në dosjen ndaj zotit Berisha, ku është e njëjta gjyqtare. Por duket që është treguar e kujdesshme, ka thënë, okay, deri me datë 7, pse mas datës 7 pastaj fillon fushata. Për një farë mënyrë edhe gjykatësit dhe prokurorët jetojnë në këtë vend. Sigurisht. E kanë pak parasysh dhe koordinatat politike të Shqipërisë, apo jo? Patjetër. Sigurisht jetojnë në këtë vend dhe sigurisht e njohin dhe koordinatat politike. Po ajo do thoja unë është ajo që zoti Mediu është i pandehur dhe në këtë moment janë respektuar të drejtat. Ndërsa sa i takon në fakt prokurisë së posaçme apo punës që le të themi është stepur në këtë periudhë ose jo, unë mendoj në fakt që jo. Mendoj që jo, sepse... Ju thoni që ka vazhduar punën? Unë mendoj që ka vazhduar dhe sigurisht që ka një punë voluminoze në prokurin e posaçme, kemi përmendur dhe e herë të tjera kur kemi qenë këtu në studio Stokol nëse më lejon. Sigurisht janë dosje shumë të mëdha, janë dosje të skaj encrochat në të cilat prokuria e posaçme vijon punën, janë dosje
kryesisht... Edhe për që ta sqarojmë fokusi i qytetarëve, kur flasim atë që Birsida ju quhet bonusi moral që ne japim SPAK-ut, sigurisht ka lidhje edhe me dënimin e bandave të krimit e tjerë, cilat i kemi patur në përkënd shumë të 34 vite tranzicion, por fokusi i opinionit publik është tek dosjet e rënda politike. Pra, edhe pyetja ime asaj i drejtohet. Aty, në fakt, edhe në këtë drejtim ka vijuar prokuroria e posaçme, domethënë ka një punë, le të themi, të pandalur, kjo sa i takon edhe hetimeve, janë hetime të cilat sigurisht është shtrien në kohë, nuk mund të kemi goditje të menjëhershme, po themi, të prokurorisë së posaçme, sigurisht do të duhet kohë dhe për të çuar letër porosi, për të ardhur letër porosi, për të zhvilluar hetime, gjithashtu. Ajo që bie në sy dhe është e vërtetë në fakt, ajo që bie në sy është prokuroria e posaçme së fundmi ishte mësuar që shpesh herë kryesisht ambasadat amerikane në çdo operacion apo dhe në çdo goditje të zyrtarëve të nivelit të lartë, kishte, le të themi, minimumi një status të ambasadës amerikane ku vinte në pa punë e prokurorisë së posaçme evidentonte goditje në nivele të larta. Kohë dhe fundit nuk kemi mësuar që ta shikojmë këtë, ka munguar. Ka munguar kjo. Nuk e dim nëse do rishfaqet apo po Karamusha mendon që SPAK-u do godasi, pra le të themi do godasi sërish dhe publikisht dhe aq fort, ose krahasimisht aq fort. SPAK-u nuk ka pengesë për të mos goditur. Thjesht problemi... Ka pengesën këtu? Thjesht problemi është më shumë një dileme në kontekstin e një fushate zgjedhore, ku minimalisht nëse do të çosh kërkesë për autorizim për arrestim në një deputeti, do i duhet kuvendit mbi 3 javë që të respektojë gjitha procedurat me komision mandate, me afati që do t'i lësh personit që të paraqesë dhe ai pretendimet e tij, gjithçka deri në vendimarrjen e një seance plenare ku do t'i jepet ose nuk do t'i jepet autorizimi për të arrestuar ose për masa tjera që ka të bëjë me arrestin në shtëpi ndaj një deputeti që ka imunitet, një subjekti që ka imunitet. Po për gjitha që s'ka imunitet e ka shumë më të shpejtë. Dhe nuk është pse e mendon fare, ose qoftë edhe një dilemë mund të ketë. Ti ke përshtypjen që mund të ketë zhvillime të drejtim? Po, patjetër mund të ketë zhvillime, mund të ketë zhvillime edhe për 21 janar, ju e nxorët edhe në fotografi aty, zhvillimet karakterit hetimor. Jo, prapë është e njëjta gjë që unë ju them që edhe ju dalin nganjëherë, mos them shumë shpesh, po që do ketë zhvillime në disa prej këtyre çështjeve që po ecin. Përmendi Ermali çështjen e SKJ-s, është një tjetër bombe madhe me sahat. Ku edhe aty ndërtuar krime politike. Për shumë për pjesëtarët e kësaj kriminale, por edhe politikanëve, edhe oficerëve të policisë, edhe në nivelet larta, edhe biznesit, se edhe biznesi ka filluar ka ethë këto kohë, sepse edhe aty po ndihet që janë thelluar hetimet për disa prej këtyre, qoftë edhe oligarkë në prokurorinë e posaçme. Pra janë të gjithë këto komponent që janë dhe aty. Mendoni është një prokuror që deri në ora 3 natës bën këto kryqëzimet që quhet. Kryqëzimet, pra ka një se edhe hetimi është një krimtari, është si një shkrimtar. Është një gjë. Si e shohim te filma që vendosin ato fotografitë tek tabela dhe pastaj e lidhin me njëra tjetrën. Jo, ka një sistem që e bën ata. Pra një sistem sot që bën kryqëzimet vet. Kush flet me kë dhe bën këto ato itineraret e komunikimit, pra lidhjet e tyre me algoritëm dhe e ke shumë më të thjeshtë për ta bërë atë. Po mendoni bën regjimin e një shkrimtari dikur, siç bëheshin dikur, pra që qohet në ora 8 darkës, punon deri në ora 3 mëngjesit, flet prap, qohet prap. Dhe këtë ka disa muaj që e bën, pa përmendur emrin, ne të dy sidomos e njohim kush është, po e bën këtë vetëm se ka një volum të jashtëzakonshëm dhe do patjetër që të fitoj kohë. Të fitoj kohë për të pasur masa sa më shpejt. Normal, pra ky algoritmi që thot Karamusha mund godasi sërish thoni ju apo sigurisht. Unë personalisht jam i bindur që do të vijoj sërish të godas, apo le të kemi operacione nga në prokurorisë së posaçme. Janë një pjesë, një numër dosjesh cilat janë të fraksionuara nga në prokurorisë së posaçme, sa i takon në zyrtarët, apo edhe në krim të organizuar. Sa i takon zyrtarëve sigurisht dosja të cilën është ende në fazë, le të themi në fazën përmbyllëse hetimore, sigurisht dosja 21 janarit, në cilën në fakt prokuroria e posaçme ka thirrur një sër ish zyrtarësh dhe zyrtarësh të cilët kanë dhënë sqarime në prokurori dhe pritet sigurisht që të ketë konkludime nga ana e prokurorisë së posaçme. Konkludime do kemi ose masa nga ana e prokurorisë, ose edhe komunikim akuzash, le të themi, po veprash penale më saktë. Gjithashtu, fraksionim ka dhe dosja sa i takon dosjes Gërdeci, ku është fraksionuar për po flasim sa i takon zyrtarëve të lartë. Sigurisht ka
korupcion dhe pastrim të parave, pra korupcion të zyrtarëve të lartë dhe për pastrim parash, e sigurisht ka të fraksionuar dhe dosje. Jashtë kësajt për cilën po gjykohet sot zoti Mediu. Pra është një hetim paralel tjetër. Është një hetim paralel ku prokuroria e posaçme ka dyshime mbi zyrtar të lartë të kohës, apo edhe për pastrim parash dhe është duke vijuar hetimet. E gjithashtu është dhe një tjetër dosje e fraksionuar, ku themi e fraksionuar, një pjesë e dosjeve janë dërguar në gjykatë dhe ka persona të cilët po vijon procesi apo janë marrë të pandehur, dhe bëhet fjalë për dosjen 5D. Sigurisht edhe aty prokuroria e posaçme ka fraksionuar këtë dosje, ku ka dyshime për zyrtar të tjerë të përfshirë për të cilët po vijon veprimet hetimore. E gjithashtu të fraksionuar ka dhe dosje tjera, sikundër janë dosja ku janë të dyshuar, po themi, për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, për të cilët sigurisht që prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet sa i takon ndryrjes për dosin ku i përfshirë. Bëri deklaratë tha që nuk kemi se s'ka autor, ka po vazhdon hetime. Prokuroria e posaçme ka mbajtur po themi në vëzhgim një nga antarët e gjykatës kushtetuese dhe ishte duke vijuar hetimet për ndryrje. Sigurisht prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet dhe janë hetimet e prokurorisë së posaçme për të bërë të mundur po themi gjetjen e personave, po nëse ka patur persona që mund të kenë ndikuar te kjo dosje. E sigurisht mbledhur gjitha këto janë dosje në vijim e sipër apo veprime hetimore në vijim e sipër të prokurorisë së posaçme dhe sigurisht do duhet kohë dhe do duhet punë dhe sigurisht edhe një moment final për të arritur në masa siguria apo edhe në operacionet tjera të prokurorisë së posaçme. Kjo që thotë Ermali Karamuço për temi për hetimet, unë mendoja që ato ishin mbyllur, po nëse ato vazhdojnë i bie që temi skandali s'ka enkorçat thellohet edhe më shumë, po jo? Biznesi, politika, pastaj shkon edhe te gjykata kushtetuese, po i bie që është pa autor, sigurisht, është e vërtetë që thotë Ermali. Madje janë zgjeruar hetimet edhe për nxjerrjen e sekretit aty, sepse edhe dokumentat që kanë dalë në media janë pjesë e sekretit shtetëror, sekretit hetimor. Është edhe të njëjta pjesë, edhe sekreti. Po, janë dokumentacioni klasifikuar, nuk mundet të bëheshin publike, dhe tani po hetohet edhe kush i ka nxjerr. Edhe forca operacionale ka qenë hetim, janë marrë në pyetje edhe oficer policisë të shtetit. Mendoj që për këtë, mendoj, është mendimi im, për këtë arsye është thirrur edhe drejtori i qarkut Tiranë, që ka dhënë shpjegime në SPAK, në lidhje me gjithë angazhimin e forcës operacionale të qarkut Tiranë, çfarë detyrash ka pasur dhe kush mund të ketë folur e kështu me radhë, por megjithatë dokumenti është i tyre. Pra dokumenti nuk është pra është mbajtur dhe është i sekretuar dhe i dokumentuar në arkiven e SPAK. Megjithatë këto janë hetime që po vijojnë, ka pasur dhe një deklaratë kështu informale aty që do shikoni se çfarë do ndodh me këtë çështje, po nga java në javë nuk po duket gjë, shikojmë, mund të ketë zhvillime. Mirë, duhet shkojmë një ndërprerje e shkurtër dhe rikthehemi pas pak pasi temi sot kemi parë dhe reagimet të politikë. Në fakt, kemi parë ato të kryeministit, i cili është qetësuar për 2 javësh dhe në farë mënyrë ka bërë dalje të gjithë atyre që sipas tij kalojnë vijën e ligjit duke ia dorëzuar në tavë drejtësisë së re. Berisha ama u shpaq sot shumë i acaruar dhe kemi edhe pyetjen $1 milion se po Lulzim Basha, përse vazhdon të buzëqesh? Rikthehemi pas pak. Në 11 maj 2025 votohet për të zgjedhur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve nëpërmjet aplikacionit KQZ, nëpërmjet faqes së internetit www.kqz.gov.al, nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Brendshme, nëpërmjet platformës e-Albania, pranë njësisë suaj administrative, ku keni regjistrimin e gjendjes civile. Vëmendje, nëse emri juaj nuk është në listën e zgjedhësve, ose të dhënat tuaja në listën e zgjedhësve nuk janë të sakta, atëherë drejtohuni menjëherë në zyrat e gjendjes civile. Kontrollo vlefshmërinë e letër njoftimit ose të pasaportës biometrike. Voto të dëgjohesh. Njihuni me familjen, ku të gjithë sfidojnë njëri tjetrin. Lojë se zgjidhun. Babi, zgjidh probleme që nuk ekzistojnë. Gjyshja që bën namin online. Sot mirë, jam bërë mirë sot. Kush tha që ishte për kafe? Fëmijët, çekte i shtëpinë përmbys. Por në fund, ajo që e di se çfarë duan, jam unë. Çdo familje meriton Mix & Max. Kombino Mobile.
fiber dhe TV për më shumë përfitime. Zgjidh një nga paketat e kombinuara dhe kurse deri me 4.700 lekë në muaj. Për te i limiteve, me Rjetin One, që i ofron të gjitha në një, për ty. Sot, kur isha në kinema, Cool. Po ta dini çfarë na ka ndodhur neve? Ron, Hana, story cool, po të mos ishte imja. Paguaj në mënyrën më të lehtë përmes bankës Credins me Google Pay. I disponueshëm vetëm për Android. Pasi mësoi rikthimin e amerikanëve në SPAK, Berisha nxori nga sirtari planin e fundit dhe të vetëm të tij, reformimin e institucionit sipas dëshirës së vet. Lëvizjet e impasnjshme nga administrata e re e Trump kanë mbyllur përfundimisht shpresat e doktorit se situata për të mund të ndryshonte, si në Washington edhe në Tiranë. Tani, ai thot se do kërkojë ndihmën e Komisionit Venecias, por në fakt ato që i duhen janë votat e kundërshtarit të tij, Edi Ramës. Dhe po të pyesish reforma, çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtë në procesit ligjor. Kina komuniste dënon më shumë se çdo vend tjetër dhe dënimet më të rrepta se çdo vend tjetër për korrupsion. Po këta prokurorë dënojnë politikisht. Pse sjell këtë shembull unë? E sjell të shembull se shqiptarët kanë nevojë urgjente për një reformë në Komisionin e Venecias për një rireformim të këtij sistemi. Berisha sulmoi SPAK dhe ndonse se nuk mohon rikthimin e zyrtarëve amerikan, ai beson se Donald Trump nuk e mbështet prokurorin, që po heton adhuruesin e tij në Tiranë. Unë nuk besoj kurrë se presidenti Donald Trump, që po atakon me forcën më të madhe, pikërisht shndrimin e drejtësisë në armë politike, mund të mbështet një gjë të tillë. Jo. Kur ai nuk e mbështet. Por problemi kryesor që ka Berisha është ligji, dhe ai si gjithmonë nuk nguron ta sfidojë atë, qoftë kur është vendim gjykate, qoftë kur është vendim qeverie, si ai për mbylljen e TikTok. Kjo imja është në rregull. Sepse unë kam shkarkuar një dhe ai e përmbush funksionin. I ftoj të gjithë të rit të shkarkojnë VPN-n dhe të vazhdojmë betejën tonë kundër censurës, në radhë parë kundër censurës. Mirë, rikthehemi pas kësaj kronike e cila sjell atmosferën temi në kokën e Sali Berishës sa i përket rikthimit amerikanëve në SPAK. Doktori ka gjetë rrugën e TikTokut me VPN, por duket pak konfuz tek rikthimi amerikanëve. Po, jo vetëm ai ka gjithë të javë që ka vetëm goditje, sepse dhe ajo e non gratës nuk ishte pak, aq më tepër që u përmend edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit si histori suksesi, nxjerrja non grata e Berishës. Vazhdimi i politikës non grata me shpallin që bëri Marco Rubio, dy politikanë të lartë të Argjentinës. Duket njëri ishte ish burri, ai bile ka qenë president, pastaj u bë dhe burri i presidentes, Kirchner. Dhe edhe kjo rikthimi i Departamentit mbështetjes së Departamentit Amerikan të Shtetit pranë SPAK-ut është një goditje e dytë. Por Berisha vazhdon, është një gënjeshtar i pa korrigjueshëm, foli prapë sot për Komisionin e Venecias, ndërkohë fyen inteligjencën e gjithë shqiptarëve. Komisioni i Venecias është thjesht një komision honorifik, thjesht këshillimor,
është për të ardhur keq sepse Shqipëria dhe Kosova... Njerë i thotë kur të bëhem unë kryeministër, se kështu ai s'ka kompetencë, por kur të bëhem unë kryeministër, ato do ta çoj. Do të çoj atje dhe do bëjmë një riformatim të reformës drejtësi. Duket që është i trembur përpara fushatës zgjedhore ai ka marrë goditje një pasnjëshme. Jam e bindur që ka dhe informacion për 20 janarin, ka dhe informacion për Gërdecin dhe për familjarët e tij të afërt në lidhje me Gërdecin, sepse SPAK-u një nga vetit kryesore të saj ka që heton në heshtje. Nuk është se ka si më përpara që merre vesh çfarë bëhej, vetëm kur godet dhe që del një raportim i detajuar i hetimit që mund të merret vesh se çfarë ka hetuar. Dhe kam përshtimin se Berisha pak a shumë e di shumë mirë çfarë po ndodh. Por nuk heq dorë nga të qenit agresiv edhe qesharak, sepse thua që unë do ndryshoj sistemin reformën drejtësie, do bëj këtë, do bëj atë. Le të themi e ashpërsoj, e kishte zbutur gjuhën, pra të shkoj kështu Rama, në momentin që Rama u bë shumë e ashpër dhe kritik pas arrestimit të Erionit, ai tha që nuk e japin votat për ta Berisha u duk sigur kaloi pothuajse e mbrojti, kaloi mbrojtje SPAK-u. Ndërkohë që 2 javët e fundit shohim që Rama është shqetësuar, dje bërë një deklaratë shumë fortë e mund, pra në farë mënyrë i bëri dalje të gjithë atyre tha, nuk ju mbrojmë më sollitudje, askënd, ndërkohë që Berisha rishfaqet sot agresiv. Rama ka ndryshuar 180 gradë në fakt në raport me SPAK-un, si duket ka pasur edhe dieni dhe për këtë rikthime të gjitha, kurse Berisha është kthyer prapë në pozitat e tij agresive, sepse vetëm në këtë mënyrë di. Historikisht e kemi parë që Berisha dorën që është ajo shprehje e famshme që dora që nuk putet kafshohet dhe me sa po shikojmë duke qenë që gjithmonë drejtsinë ka pasur në hyjpin e vet, tani po e sulmon që nesër pas nesër të 3 liderët e opozitës që janë Mediu, Meta, Berisha, që janë të 3 me probleme të rënda me drejtsinë. Po janë 3, jo, Meta është i pandehur, jo, është i arrestuar, po s'është i pandehur. Është arrestuar, po ka pjesë, do nuk ka është Është në tim. Është i dyshuar për 3 vepra penale zyrtare. Mendosh që të 3 këto krerët e opozitës shqiptare që do futen në fushat zgjedhore, janë të 3 persona në hetim dhe pastaj e vetmja rrugë që kanë ngelur është të sulmojnë SPAK-un dhe të bëjnë sikur SPAK-u e ka me këta për arsye politike dhe jo për arsye të krimit ose të krimeve që kanë kryer. Megjithatë, Karamush, le ta themi, edhe po ti kthehesh në timeline gjithë këtyre zhvillimeve, pra urdhët e ekzekutiv Trump, pezullimi i USAID-it, mpirja e Obdatit, ngurimi i SPAK-ut, arrestimi i Veliajt, acarimi i Ramës, buzëqeshja ose themi ngrohja e Berishës, pastaj vjen një pauzë, kthehen amerikanët, qetësohet Rama dhe acarohet Berisha, tregon që në çdo rast, qoftë edhe pa dashje, organet e drejtësisë së re nuk i shpëtojnë dot influencës së zhvillimeve politike brenda dhe jashtë vendit. E kemi thënë dhe herë tjetër që ndikimi i tyre është drejt për drejt sepse që kur janë krijuar ose që kur ngeli shtatzan në reformën drejtësi për të pasur një fëmijë siç është SPAK-u sot, ishte e projektuar vetëm për goditjen e niveleve të larta të politikës, të administratës publike dhe pastaj të krimit të organizuar. Dhe për çështje shumë sensitive që ne kishim vite që na mbi vendoseshin dhe kishim kultivuar edhe atë kulturën e mos ndëshkueshmërisë që ky s'arrestohet, ky. Dhe këta me këtë arrogancën e tyre, madje këto deklarata e pasurive që sot po han dynjan, atë kohë i bënin kështu shkrim as i shikonin fare, i firmosin me sy mbyllur. Këto sot janë bërë shkak. Pse? Sepse është rritur serioziteti, u rrit besimi publik, vendosmëria për të goditur këto, dhe tani shikoni se si ju ngrin buzëqeshja ose qeshin, mendoni domethënë gjithçka e shikojnë me administratën amerikane, erdhën apo s'erdhën amerikan, ndërkohë që aty ka një strukturë të ngritur në këmbë, e cila funksionon dhe ka bërë dhe po bën goditje. Tani, nga një herë se unë s'flas shumë për politikë, edhe po ti më ngacmon nga një herë. Çfarë temë unë shkoj? Shikoj, ne kemi edhe një që e dëgjoja edhe në Amerikë nga goxha persona të cilët kanë punuar edhe në administratë amerikane. Janë këto grupet e lobimit në Amerikë, që i kanë marrë këtyre partije politike në Shqipëri të 34 vite me miliona dollar. Do të rregullojnë këtë, do të rregullojnë atë. Dhe disa prej këtyre individëve që kanë dhënë para, sot janë probleme me drejtësisë. Njëri është në paraburgim, e tjerët janë me gjithë. Tani, ky lobimi se bëhet edhe për Ballkanin, bëhet edhe për disa vende të Afrikës. E ka pëlqyer Jo, nuk ka të bëjë me atë. Jo, lobimi në përgjithësi. Lobimi mund sjellë Lachivitën në Tiranë, po Lachivita ka finë vet. S'ka lidhje me lobimin. Ne kemi vepër penale lobimin. I themi ushtrimin e ndikimit paligjshëm funksionarit publik. Ata e kanë lobim të regjistruar. Problemi është se këta tallen në vendet e treta.
ose i vënë lojë. Dhe ne na gjenë shumë të vegjël ta kur i dëgjon nga Washingtoni ose nga New Yorku se çfarë lojrash bëjnë ata me këta. Pra ju marrin parat, siç ishte një rast i fundit, ju marrin parat dhe ju thonë që shiko, ti mund të jesh i ndaluar për të hyrë, por ishte një ide, por mund të hysh me kategorinë G. Kategoria G e vizave është një kategori që është e përkatësuar ndërkombëtare që ka ekstraterritorialitet. OKB-ja pra, se nga dal goja mbrapa, këta që thonë do ikë doktori me vizë të OKB-s. Mirë po, si që dëgjoj në Amerikë, ka disa raste më falë. Do ikë si kryeministër, si president, si ministër maksimumi. Po jo si kryetar opozite, se nuk këto OKB-ja ku një kryetar opozite. Po do jemi më të zgjuar ne, mos ju japim lek këtyre të huajve. Sepse G-ja ka një jurisprudencë të konsoliduar gjykatat federale amerikane, që kush ka probleme me jo vetëm zoti Berisha, po janë disa. Ja kjo para 2 javësh një ministri i Tuganës se duhet shkon në Tuganë. Nuk hyn dot. Po ky është problemi. Vetëm me vendim gjykate. Vetëm me vendim gjykate patjetër, po nuk hyn dot. Dhe unë shikoj të si një lojë që bëjnë këto grupet e lobimit me këto vendet që quajnë vendet botës tretë. Po se pritet që zoti Berisha mund të ikë me një vizë G. Bën një lojë shumë të shpifur. Bën një lojë që sa ngren pritshmëritë e elektoratit shqiptar, qoftë majt ose të djathtë, por nuk krijojnë asgjë tjetër. Më e bukur është për shembull, edhe nëse do ikësh me të famshmën vizën G, se unë e di si ka pas funksionuar misioni në OKB. Se kategoria G të jep edhe imunitet njëkohësisht. Të jep dhe mbrojtje. Të jep te kufizim. Po, sepse nëse ti shkon me një vizë, për shembull Fidel Castro ka shkuar në kohën kur donin, CIA donte ta vriste. Dhe i bëri 33 atentatet e famshme. Por Castro shkonte si presidenti i Kubës, dhe shkonte me vizën G, por ama si shkonte? Shkonte nga OKB-ja me një rreth 7 milje, dhe ti nuk mund kaloje ato 7 miljet e brenda. Këtyre miljeve ti shkoi eskortuar me agent të sigurimit sekret amerikan. Kështu ka operuar për shumë vite misioni shqiptar në Kombet e Bashkuara në New York, i cili është në Upper East Side, është jo shumë larg selis Kombeve të Bashkuara në anën lindore të Manhattanit, dhe nuk lëviste dot jashtë, megjithëse ishte akredituar. Edhe kur doli Fideli vajti deri në Bronx. Po pra, nuk e linin më shumë. Po sa aq, 7 milje, domethënë nuk është gati 10-12 kilometra, nuk shkon dot më larg se aq. Pra, edhe nëse do shkonte, e zëm që do shkonte, do shkojnë në një vend të caktuar, në një hotel caktuar, në një ndërtet caktuar, dhe i mbrojtur dhe i rrethuar dhe izoluar. Pra, po ky nuk është rasti, pasi zoti Berisha nuk është kryeministër, nuk është president, apo nuk është funksionar i shtetit, nuk është kryetari i parlamentit. Për shembull është thjesht një politikan. Jo, nuk e di për zoti Berisha, por e kanë eksperimentuar edhe persona të tjerë në Shqipëri, që mbase s'kanë dhe funksione politike. Dhe ju shton në njëjta gjë, nuk bëhet. Tani kur thuhet nuk bëhet, dhe pastaj merren lek për të lobuar që mund të bëhet, dhe kjo është një lojë që ne ona mashtrojnë o duam të na mashtrojnë. Kam përshtypjen që është kjo e dyta. Megjithatë sot Berisha dhe Elbasha, çuditërisht Prisita kanë ngritur një çështje. Çështja me Gonigal. Unë ndryshe nga ju që Berisha thot po hetohesh në Amerikë, Basha thot 77 bëjnë 313. Kujdes burgun, në Tiranë. Ndryshe nga ju që gjithmonë defaktorizoni Bashën, Rama po e faktorizon. Unë se defaktorizoj. Defaktorizon. Ky program quhet Real Story. Unë t'jap vlerën që ke, vlerë reale. Po. Jo, është e dukshme. Nëse vlera reale është 0, gjithmonë e bën, po. Unë t'jap atë vlerën që ke. Pastaj Unë mendoj që Rama po e faktorizon këto kohë me Unikatilin, me këto lloj këngëtarësh, me këto lloj batutash. Unikatilin e kap doktori. Po, jo, e kapi tani në fund, sepse filloi Basha e pari, Rama e kundërpërgjigj. Dhe vazhdoi prapë me Unikatilin doktori. Po, sepse edhe Berisha e hëngri karremin e Ramës, të jemi realistë. Rama ka arritur t'i fusë në lojën dhe ata ndjekin lojën e Ramës, por Bashën po faktorizon me një vetëdije dhe me një vizion caktuar Rama për të fragmentarizuar komplet opozitën e Berishës, sepse Basha ishte në gjumë të thellë, në gjumë ariu, ka qenë inexistent gjithë të kohë, me muaj, me vite, po ashtu dhe karakteri ti është një karakteri mefsht, unë më shumë të djathën dhe shikoja ke Alibeja dhe kam thënë gjithmonë, dhe tek Dashesi, sa tek Basha, Berisha, etj. Por Rama po luan pikërisht për ta zhvlerësuar Berishën, edhe duke i dhënë vlera Bashës. Basha përpiqet të luajë me këtë lloj gjëje. Mua më pëlqen më mirë fakt kjo lloj gallate në thonjza, se sa një gjuhë agresive dhe e rënduar në politikën shqiptare. S'ka filluar akoma loja, jemi 2 javë para fillimit fushatës, jemi akoma të nxemje. Faktorizoj prokuroria e posaçme. Unë them normal dhe unë jam i këtij mendimit që kjo fushatë elektorale është kaq e mërzitshme dhe kaq
pa emocion, si rrallë herë në një herë, kësa që fituesit dhe humbësit të din të dy, njëri pa që të fitoj tjera pa e di që të humbi, sa që nëse do kemi në emocion, do e shkaktojnë lëvizje jashtë politikës. Po da nisim nga çështja me Gonigal, pra që të kuptojmë se busjesh basha, busjesh plot për herë të parë njëtë e vetë, apo busjesh si gjithmonë kot. Ka një hetim nga SPAK për lidhe me, apo ka një padi, ka një hetim. Është regjistruar një hetim, por nuk ka emra konkrete edhe për këtë rast në fakt prokurori postash, më është duke vijuar hetimet, nuk ka dalë po themi një konkluzion. Do të shohim në fakt se si do të vijojë edhe ky hetim i prokurorisë së posaçme, por nuk është as mbi emra, as mbi emra personash, as ndonjë person. Ky jo mosdoshmërisht nuk është lajm, pasi ne e dim që këto hetimet pa emra pastaj kanë përfunduar me emra dhe me mbi emra, pas disa vitesh. Historia ka treguar në fakt që kanë përfunduar, po do të shohim. Do të shohim në fakt në rast se do të ketë, nuk ka, po themi, në zhvillim sa i takon këtyre veprimeve hetimore. Në rast se do kemi, sigurisht që do t'i pasqyrojmë, po deri në këtë moment nuk ka zhvillim nga kjo çështje. Jo, taktika është kjo, që e kemi thënë dhe këtu. Regjistrohet procedimi penal pa emër, mblidhen ato që mblidhen, është taktike ndryshuar, por nuk kemi në variantin sovjetik arresto pastaj kërko provat. Mblidhen një provat. Ka buzëqeshja e Lulit, ka bazë në kuptimin alegorik të fjalës, pra hetimet për çështën me Gonigal. Hetimet janë edhe këtu dhe ande. Vazhdojnë, edhe janë, po patjetër, janë pa emra sigurisht, dhe ata nuk kanë interesin çfarë dëmi ka shkaktuar në Shqipëri kjo, po të faktojnë çfarë dëmi ka bërë ai. Çfarë ligji ka shkeluar ai në Amerikë? Kundër interesave amerikane në Ballkanin Perëndimor. Pra është një gjë komplet ndryshe, që ne nuk kemi mësuar të jetojmë kështu. Ne kemi mësuar të jetojmë nga një aspekt tjetër, që ka ushtrim indikime të paligjshëm, ka ku diun vepra të tjera në lidhje me funksionarët e lartë ose jo. Është e vështirë sepse edhe kur janë bërë mund të jenë bërë takime me funksionarë publik shqiptarë me Gonigal. A janë përgjuar? A kanë prova? Çfarë kanë folur? Çfarë kanë bërë? Janë thirrur edhe biznesmen, janë thirrur edhe persona të tjerë që kanë pasur kontakt me Gonigal. Dhe mbrojtja është kjo, që nëse ti e quan ushtrim, prandaj përmenda çfarë, nuk e përmenda rastësisht, që nëse ti e quan ushtrim ndikimit paligjshëm të funksionarit publik, unë e quaj lobim. Po këtu lobimi është një problem, sepse lobim nuk bën oficeri i antiterrorit të FBI-s, oficerin i ngarkuar që quhet. Por ai thotë që mbasi kam lënë detyrën, unë kam marrë dhe kam bërë këtë. Kjo është një gjë, është faza e dytë. Po fazën e parë, çka ke bërë gjatë detyrës dhe për këtë ai është. Po për këtë është ai në hetim. Po pra, dhe për këtë është ai në hetim me Gonigal. Ndërsa çka ke bërë më pas, çfarë ka ndikuar, çka ka cënuar interesat amerikane është diçka tjetër, dhe pastaj këtu në mënyrë të tërthort, pra si dëm kolateral, po shikohet nëse kanë një efekt veprimet e funksionarëve shqiptar apo jo. Dhe unë nuk shikoj në një, se thonë me Gonigal. Për momentin unë nuk shikoj, ma e se kam lexuar, nuk shikoj në një gjë që të ketë një përfundim të shpejt që kush do bëhet, çfarë do bëhet. Këto janë edhe blofe që këta lozin me njëri tjetrin, janë me maska për të bërë dhe interesant, sepse është edhe fushat. Unë lexoj më shumë se blof politik nuk e shikoj fare që ka diçka konsistente, sepse patjetër që SPAK-u ka treguar që s'ka skrupuj dhe nuk ka orientime politike. Ne kemi parë edhe zotin Domani dhe prokurorët e tjerë që pavarësisht në një përjashtimi që është përpikur të zvarrisë ose ka bërë foto me persona që duhet kishën hetim, në përgjithësi morali dhe konsekuenca e SPAK-ut ka qenë e pa ndikuar nga politika. Dhe nuk mendoj që ndaj çështjes me Gonigal kanë një preferencë ose duan ta lënë në sertar. Ndoshta vërtet aty nuk ka, siç tha Ervini, nuk ka konsistencë të një vepre penale e cila mund të procedojë për këtu në Shqipëri. Për më tepër që shpeshherë përplasen dy jurisprudencat, ajo çka është e padënueshme në Amerikë është e dënueshme këtu, ose çfarë është e padënueshme këtu është atje e dënueshme. Prandaj nuk ka asgjë. Megjithatë, jemi të gjithë dakord që, ti përsita kishe një bindje që deri diku e kam edhe unë që ndoshta deri një muaj pas zgjedhjeve nuk do ketë veprime temi serioze, pasi gjithë ata që mund të jenë hetim janë kryet fushatës elektorale, njërës pale apo palës tjetër. Zoti Domani fa ka thënë që agenda ime, ka thënë tekstualisht në një intervistë nga të rradhat e tij, që agenda ime nuk është agenda e politikës shqiptare. Dhe në fakt edhe ndalimi që bëndaj kryetarit Bashkisë Tiranë tregoi që edhe ajo në prag të zgjedhjeve tregoi që dhe pati një reflektim në të gjithë klimën e politikës shqiptare. Le ta themi trosh, në fakt e ka thënë Karamuçi këtu në emision në Real Story që dhe besoj që është saktë që ditën që u arrestuar Jan Veliaj, praktikisht filloi fushata elektorale.
Apo jo, Karamushi. U detyruat fillon të më shpejt se sa atjera. Dhe mendoj që me atë vërtetojnë që s'kan agent politike, atë që ai thot... Po, për ama veprimet e tyre si edhe tërmete politike. Kjo është pak pojësigur. Kur ti e brënda fushatës elektorale... Kjo 20 janari, pavarësisht se zoti Rama po e ngasmon këto kohë dhe mua nuk më pëlqen shumë, sepse është e kënga koçare të tjera bën, të tjera thua që të më marrën shmendjen mua. Edhe zoti Rama këtë i bën sikur i bën thirrje për 20 janarin, por këtë persona që janë nën hetim për 20 janarin i ka promovuar dhe i ka vënë në listën për kandidat për deputet. Që janë përfshirë gjarë, nuk e di me janë hetim apo jo. Patjetër që janë hetim, sepse derisa ka qenë kryesuesi i grupit të zjarrit, është apo jo fajtor, këtë e vërteton SPAK-u, nuk mund ta vërtetojë zoti Rama. Por ne dim shumë mirë që politika tjetër thot tjetër bën dhe do ishte mirë që sidomos për pjesën e 20 janarit, edhe në rast se SPAK-u procedon, mos duket sikur ishte zoti Rama që i bëri thirrje dhe ju tha shumë prandaj ndaluat Berishën ose gjithë grupin e zinxhir të komandimit, ku përfshihet edhe Basha, se edhe Basha ka qenë pjesë e asaj historie. Nuk ka persona nën hetim për 20 Më fal, të cilët mund të vend të japin sqarime si persona që kanë ditë. Më pas mund të merren. Besa, nëse më konfirmon Ervini, shpeshherë SPAK-u tani ka ndryshuar emërtimin, por ti je në hetim, po thotë që si je në hetim. Pikërisht që të kenë edhe elasticitetin e afateve kohore, të afateve kohore që ti mos të fillosh të llogarisësh dhe thonë që nuk i bërë hetimin në kohën e dur. Në SPAK-u ka ndryshuar totalisht mënyrën e hetimit të veprave dhe mënyrën e mbledhjes së provave. Por nuk është çudi që nesër disa nga këta që janë promovuar politikisht dhe kanë marrë pjesë në 21 janarin, flas për forcat e mbrojtëse ato ligjit batuese, mund të jenë dëshmimtar të akuzës. Është dhe që ti je bashkëpunëtor thoni. Dëshmimtar të akuzës bashkëpunëtor për të zbardhur të vërtetën, për nivele më të patjetër. Për nivele më të larta, pra ai domani i krimit organizuar thotë. Jo domani kryetari. Po pra, mund të jenë bashkëpunëtor, po jo në atë kërkim, po kjo ndjesë dëshmimtar të akuzës, që po që e bëj këtë lapsus, ndjes personi që përmend emrin. Karamushi, megjithatë, një lëvizje e SPAK e fortë, e ngjashme, se nuk besoj që do të jetë më e fortë se arrestimi i Erion Velis, po e ngjashme në intensitet me arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, do të cilte një tërmet shumë të fortë në një fushatë elektorale, në një vend si Shqipëria. Le të themi edhe do të ishte një test i fortë për shoqërinë, apo që të përballet me një intensitet kaq të madh. Fushatë elektorale, arrestime politike, një test i fortë sigurisht. Edhe për shoqërinë. Shoqëria, shiko, edhe njerëzit në rrugë kur na shikojnë, ha kush do arrestohet. Pra pritshmëria e tyre ndaj SPAK-ut është e jashtëzakonshme, se është bërë një sport i madh publik, përveç dhe asaj që i ka ardhur majthundës me disa prej tyre që i dinë që vërtet kanë abuzuar dhe i shikojnë prapë duke u marrë me fushatë. Se edhe fushata e këtyre personaliteteve edhe fytyrave që janë me njolla të mëdha edhe po hetohen, bën një reaksion shumë të keq ke populli. Duhet ta themi këtë ne. Dhe këta më mirë të mos ishin futur fare as në lista në atë. Nuk është se do prisnin këta, siç është ajo, se japin dorën dhe nganjë ka filluar në japin dy duart, domethënë sepse ju është bërë dhe refleks tani. Por duhet të pristin, ose të përballeshin me drejtësi. Po, nuk japin një dorë, japin dy duar. Po, të pritshin, të prisnin pra, se themi kështu alegur, të prisnin që të përballeshin me hetimin, po pa marrë kosto subjekti politik për katës. Dhe këtë mund ta bënin në mënyrë më të ndershme të mundshme. Nuk e kanë bërë këtë, sigurisht që SPAK-u po mendohet për mënyrën dhe instrumentat se si këta njerëz do dalin nga politika, përveç se do ketë përgjegjësi penale, si do dalin nga politika. Se edhe qëllimet pse është ngritur në Rumani fillimisht, pse u ngrit më pas në Kroaci etj, nuk është qëllimi kryesor që hajde do mbushim gjithë burgjet, jo. Shumica e këtyre do të ikin nga politika, dhe ata që kanë ikur shumë shpejt e kanë kuptuar nuk kanë marrë reperkusion pastaj nga përgjegjësia penale që është drejtuar adresuar nga ana e SPAK. Po në herë po reziston shumë. Po vetëm ne këtë e kam. Bravo, këta po rezistojnë shumë. Kjo është një kokë forci që do japi shumë kosto. Jo, meta futet në listë s'ka dhe rrugë tjetër. Por e ka dhe si imunitet, e ka dhe sistem. Patjetër, nuk ka rrugë tjetër, plus është kryetari i partisë vet. Ndërkohë që kam përshtypjen Karamushi e kishte temi shigjet në kritikave ndaj kryetarëve të partive të cilët kandidojnë apo fusin listat e tyre, njerëz të cilët nesër pas nesër mund të ketë probleme me drejtësinë. Dhe këtu ndërkohë shtohet përgjegjësia e drejtësisë, pasi gjithë e dimë që një nga arsyet pse u ngrit sistemi i drejtësisë dhe u sponsorizua nga Shteti i Bashkuar, nga Bashkimi Evropian, ishte fakti që politika shqiptare ka ngritur një sistem të mbyllur që nuk lejon riciklimin. Dhe
ideja ishte si ta pastrojmë, do pastrojmë njëherë drejtësinë, e pastaj pas drejtësisë kjo drejtësi do pastroj dhe politikën, por duket normal që duket mision shumë i vështirë, sepse politika po reziston. Okej, ka dy approache ndryshme. Doktori e ka hapur mbrojtjen, ndërkohë Rama po mbrohet ndryshe, po mbrohet duke i hedhur njerëzit cilët janë në nënhetim apo janë të pandehur, po i hedh në vallen elektorale. Një farë mënyrë po i thot, nëse ju votojnë njerëzit, ç'është tjetër, po nëse nuk ju votojnë as njerëzit, ky është edhe temi konfirmimi që ju jeni persona cilët nuk duhet ishin politikë. Por ama duket që politika po reziston. Përballë kësaj rezistence të re të politikës, edhe në këto zgjedhje, reagimi spak? Në fakt unë sa i takon doktorit jam mësuar me sulmet e tij çdo të hënë të parë dhe të tretë të çdo muaji, pasi Berisha paraqitet në SPAK për shkak të masës dhe sërish vjen sulmi ndaj prokurisë së posaçme. Sa i takon goditjes së politikës, unë në fakt do t'ju sjell në vëmendje edhe sa i takon goditjes së krimeve zgjedhore, ku prokuria e posaçme së fundmi ka hartuar një plan ndryshe nga herët e tjera, një plan të cilin në fakt prokuria e posaçme paraqiti si një strategji kundër goditjes kryesisht të krimeve zgjedhore, ku do të godas drejt për drejt, le të themi, shitblerjen e votës, do të godas atë që cilësohet edhe ndërhyrjen e grupeve kriminale kryesisht në ndërhyrjen e sistemit zgjedhor, le të themi, duke shpërndar lek, duke intimiduar personat të votojnë kryesisht në, po themi, në grupimet caktuara politike. Sigurisht, prokuria e posaçme këtë radhë ka organizuar ndryshe, ku në çdo qark apo në çdo qytet ka organizuar prokurorët e posaçëm që të jenë ata përgjegjës. I kanë ngarkuar paraprakisht me këtë detyrë. Sigurisht, janë përcaktuar dhe prokurorët e posaçëm që do të jenë në çështje të ndryshme dhe gjithashtu edhe agent të Byros Kombëtare të Hetimit, e sigurisht në drejtimin e drejtuesit të prokurisë së posaçme që në këtë moment është zoti Altin Dumani, i cili do të vijojë, po themi, punën dhe sa i takon goditjes, le të themi, të këtyre krimeve zgjedhore, të cilat do të, le të themi, do të parandalojnë edhe këtë goditje. Le të shpresojmë që të paktën krimi politik zgjedhor të trembet se radhë. Ermal, faleminderit që ishe me mua sonde në shoqërinë e Brisidës. Faleminderit Brisida Gjepondi. Profesor Karamusho, ne si gjithmonë për përshtypjet tuaja që si gjithmonë dalin vërteta. Ristore të hënën ora 8 deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë. Eksperienca më e mirë e internetit për shtëpi me Vodafone Gigafibra. Merr internet me super shpejtësi, 10 gigabit për sekond, mbulim cilësor në të gjithë shtëpinë, paketën e preferuar TV, ose bashkoj të gjitha në një me Shtëpia Jon.